protestues kishin babe pirë me profesion të nderuar dhe të ndershëm. Kishin sportistë të njohur. Kish Martinin që e ka gjani së murë. Kish Aristotelin që ka lënë Vienën dhe vjen çdo ditë proteston. Kishim qytetarë të thjeshtë, me integritet që besojnë ideale, besojnë në vlera. Kishim këto, por nuk ishim terrorista, nuk ishim as banda dhe nuk ishim organizata kriminale, sikur ta në balla, prostoj para Qatinës rrjetet sociale. Nuk ishim as beturinat, as e gërsira, apo ashet që ku kryeministër e ike, këta palaco deputet dhe këta ministra që sulmojnë qytetarë të thjeshtë, që kanë dalë me fëmijët e tyre për protestuar, e tishër semruse, është revoltuese. U bë kaq ti që vi këtu në protest, me ju çdo ditë. Deri që kam sjellur të jem pjesë e protestës, por jo protagonist. Sepse e di që të tjerë që kanë më shumë se unë për të folur dhe duhet dëgjuar. Duhet dëgjuar pasi kjo qeveri është e shurdur. Kjo qeveri ka sjellur t'i fyë qytetarët e vet, t'i bullizoj, t'i trajtoj me arrogancë, t'i denigroj, t'i lunoj, t'i arrestoj, t'i pjell, t'i plaçkis, t'i dëboj. Duhet dëgjuar pasi kjo qeveri e ka humbur arsye. Na shohin si armiq, na etiketojnë si të luçër, por ne jemi protestuesit më paqësor. Ne jemi zemra më e pastër e Shqipërisë. Ne nuk heshim dorë e drejta jonë kushtetuese për të protestuar për një Shqipëri më të mirë, më të drejtë, më të barabartë, ku ne të gjejmë se sundimi i ligjit vlen për të gjithë shqiptarët. Faleminderit për besimin tuaj, mbi të gjitha. Mirënjohje pafund për të gjithë protestuesit e ndershëm paqësor që nuk heqin dorë nga e drejta e tyre për protestuar. I ftoj të gjithë qytetarët e ndershëm që besojnë në vlera për një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri e cila i jep të drejta të gjithë shqiptarëve. Ti bashkohen historisë, mos të rrinë të bënë spektator. Ky moment është decisiv. Ne jemi pjesë e historisë. A e kuptoni sa e rëndësishme është ky moment? Më është dashur dhe mua t'ju tregoj, t'ju them, dini mos keni frikë. A e kuptoni se a kemi fundur frikën në zemër në palës? A e kuptoni se vepri ka hyrë në barkë tyre? Fundi ju ka ardhur, fundi po vjen. Bashkoni po pjesë të ndryshimit, mos rri, mos hesh, dhe mos u anko nesër për pa drejtësinë që të bëhen çdo ditë. Eja sot dhe ta mbyllim me diçka shumë të rëndësishme. Tani nuk ka më lironi çuna. Tani kemi kohë plot të themi Rama jepe Dorishë, Rama jepe Dorishë, Rama jepe Dorishë.